Përshëndetje nga bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 sinjat e zodiakut për këtë ditë të fundit të muajit korrik. Dhe urojmë që të na vijë një muaj sa më i mbar dhe më i mirë muaj gusht që po na vjen. Ju faleminderit. Dashi, 31 korrik dash. Hape ritmin. Gjatë gjithë muajit ke shtyr veten për te kufinve dhe tani je pranë lodhjes fizike e emocionale. Fatmirësisht, hëna në peshë të sjell mundësinë për të marrë frymë dhe për t'i dhënë vetes pushimin që meriton. Kjo e premte është ideale për të reflektuar mbi gjithçka që të ka ndodhur që nga hëna e plot e 29 korrikut. Ka emocione që ende nuk i ke përpunuar dhe ato nuk do të zhduken duke qëndruar vazhdimisht në lëvizje. Jepi vetes kohë të ndalosh, të dëgjosh mendimet e tua dhe të kuptosh çfarë të rëndon vërtet. Shkrimi në ditar, meditimi ose një bisedë sinqert me një mik të besuar mund të të ndihmojë të zhlodhesh nga pesha emocionale. Mos e shiko pushimin si humbje kohe. Ai është hapi i nevojshëm që të rikthesh më i fortë, më i qartë dhe më i motivuar për sfidat që të presin. Sot kujdesi për veten është prioriteti yt më i rëndësishëm. Dem, ti je shtylla e fortë ku mbështeten njerëzit që do. Je i qëndrueshëm, i besueshëm dhe gjithmonë gati të ofrosh ndihmë pa kërkuar asgjë në këmbim. Më 31 korrik, universi ta kthen këtë mirësi duke të sjellë dikë të kujdeset për ty. Mund të marrësh një telefonat të papritur, një mesazh të ngrohtë ose një vizitë surprizë nga një person i afërt. Ky gest i vogël do të ketë ndikim të madh në humorin tënd dhe do të kujtojë se nuk je vetëm, edhe kur ndihesh i lodhur nga sfidat e javës. Ngrohtësia dhe mbështetja që merr sot do të të ndihmojnë të lësh pas stresin dhe shqetësimet e ditëve të fundit. Zemra jote do të mbushet me qetësi dhe mirënjohje, duke të rikthyer besimin se njerëzit e dur janë gjithmonë pranë teje. Pranoje këtë dashuri pa hezitim, sepse edhe ti e meriton të jesh ai që mbështetet tek të tjerët her pas here. Binjak, ti je një nga shenjat më dinamike të zodiakut dhe nuk ndalesh lehtë kur ke një objektiv për të arritur. Kohët e fundit ke punuar me ritëm të lartë dhe ke marrë mbi supe më shumë përgjegjësi se sa duhet. Megjithatë, ky ritëm nuk mund të vazhdojë pafundësisht. Këtë të premte, hëna në peshë të fton të ngadalësosh hapin dhe të kujdesesh më shumë për energjinë tënde. Nuk ke pse ta përfundosh gjithçka brenda një dite. Disa detyra mund të presin deri nesër, ndërsa shëndeti dhe qetësia jote duhet të jenë prioritet. Lejoj pak vetes pushim, bëj diçka që të relakson dhe mos u ndje në faj nëse nuk je vazhdimisht produktiv. Kur je vetes kohë për të rimbusur energjitë, do të rikthehesh më i përqendruar, më kreativ dhe më efikas. Ndonjëherë mënyra më e mirë për të ecur përpara është të ndalesh për një moment dhe të marrësh frymë thellë. Gafore, si një shenjë uji, hëna në peshq është pikërisht ajo që të duhet tani. Java e kaluar ka qenë intensive dhe mund të ketë lënë pas stres, lodhje emocionale ose shumë mendime për të përpunuar. Kjo energji të ndihmon të qetësohesh dhe të gjesh përsëri ekuilibrin e brendshëm. Kjo e premte është një kohë për reflektim të qetë dhe shërim emocional. Mos u ndje në faj nëse dëshiron të ngadalësosh ritmin, të pushosh të largohesh pak nga angazhimet e përditshme. Trupi dhe zemra jote ka nevojë për këtë hapësirë. Energjia e peshqve të fton të kushtosh më shumë vëmendje ëndrave, ndjenjave dhe intuitës tënde. Ndonjëherë përgjigjet që kërkon nuk vijnë nga jashtë, por nga zëri yt i brendshëm. Kalimi i kohës me veten mund të zbulojë shumë gjëra të rëndësishme. Çfarë dëshiron vërtet, çfarë duhet të lësh pas dhe kush dëshiron të drejtosh energjinë tënde në të ardhmen. Këtë të premte lejoje veten të qetësohet. Kujdesi për shpirtin tënd është po aq i rëndësishëm sa çdo përgjegjësi tjetër. Kur të kthehesh te vetja, do të ndihesh më i fortë dhe më i përgatitur për muajin e ri. Luan, sa më shumë avancon sezoni yt, aq më shumë rritet vetbesimi. Ndihesh mirë me veten, shkëlqen natyrshëm dhe njerëzit rreth teje e vënë re energjinë tënde pozitive. Megjithatë, kjo e premte të fton të ndalosh së menduari se duhet të impresionosh për të tjerët. Hëna në peshë nuk qetësohet për opinionet e të tjerëve. Ajo të fton të lidhesh me versionin tënd më të sinqert, atë që ekziston kur askush nuk po të shikon. Është koha të kujtosh rrënjët e tua, vlerat që të kanë formuar dhe personin që je në thellësi të zemrës. Sot nuk ke nevojë të mbash maska apo të kërkosh miratimin e askujt. Sharmi yt bëhet edhe më i fuqishëm kur je autentik. Mund të jesh qendra e vëmendjes, të argëtosh dhe të frymëzosh të tjerët, pa humbur kur lidhjen me veten tënde të vërtet. Besoji intuitës dhe lëre personalitetin tënd të shkëlqejë natyrshëm.
Pikërisht, sinqeriteti yt do të jetë cilësia që do t'i tërheqë më shumë njerëzit pranë teje këtë të premte. Vigjeresh, me Venusin ende në shenjën tënde dhe hënën që hyn në peshq, jeta jote sentimentale me një kthesë të ngrohtë dhe premtuese. Energjia e kësaj të premte jetë të ndihmon të shpresh ndjenjat me sinqeritet dhe të hapësh zemrën pa frikë. Nëse je në një lidhje, është momenti ideal për të folur me partnerin për atë që ndjen. Mund të zbulosh se ai ose ajo kanë të njëjtat dëshira dhe emocione si ti. Një bisedë e hapur mund të forcojë marrëdhënien dhe t'ju afrojë edhe më shumë me njëri tjetrin. Nëse je beqarë në kërkim të dashurisë, mos hezito të pranosh një ftesë ose të njohësh dikë të ri. Më rëndësisht mjaft të jesh vetvetja. Mos e përpiq të krijosh një imazh që nuk të përfaqëson, vetëm për t'i bërë përshtypje dikujt. Dobësia emocionale nuk është shenjë dobësie, por një shenjë force dhe besimi. Vetëm duke qenë autentik mund të krijosh një lidhje të vërtetë dhe të gjesh personin që të vlerëson për atë që je në të vërtetë. Kjo e premte mund të sjellë një moment të veçantë që hap rrugën drejt një dashurie më të thellë dhe më të sinqertë. Peshorja. Është koha të falësh veten peshore. Të gjithë bëjnë gabime dhe kanë pengje për vendime të së kaluarës. Kjo është pjesë e natyrshme e jetës dhe nuk të bën më pak të vlefshëm apo më pak të aftë. Këtë të premte në ndikimin e hënës së 3 mujorit të fundit në peshq, ke mundësinë të çlirohesh nga fajet dhe kritika që ke drejtuar vetes për një kohë të gjatë. Mos lejo që zgjedhjet e dieshme të përcaktojnë atë që je sot. Ti ke mësuar, je rritur dhe ke përpara. Kjo është një ditë ideale për të kushtuar kohë me qenies tënde. Bëj diçka që të relakson, kujdesu me trupin dhe mendjen, ose thjesht jepi vetes pak qetësi larg stresit të përditshëm. Sa më shumë të tregosh mirëkuptim ndaj vetes, aq më lehtë do të gjesh ekuilibrin që kërkon. Mos haro se nuk ke nevojë të jesh i përsosur për të merituar lumturinë. Trajtoje veten me të njëjtën ndëmshuri që u ofron njerëzve që do. Duke lënë pas vetë kritikën dhe duke zgjedhur vetë përparimin, do të hapësh rrugën për një të ardhme më të qetë, më të lumtur dhe më të mbushur me besim. Akrep, kohët e fundit je përqendruar pothuajse tërësisht te puna dhe përgjegjësi. Ke dhënë maksimumi dhe ke investuar shumë energji për të arritur objektivat e tua, por edhe njeriu më i fortë ka nevojë për pushim. Tani është momenti të ndalosh pak dhe të japësh vetes mundësi për të marrë frymë. Këtë të premte hëna në peshq që zgjonën tënde krijuese dhe intuitive. Dëgjoj këtë thirrje të brendshme, shkruaj mendimet e tua në një ditar. Vizato, pikturo, dëgjoj muzikë ose merre kohën për një aktivitet që të sjellë gëzim pa pasur nevojë të arrish ndonjë rezultat. Jo çdo gjë në jetë duhet të jetë produktive. Ndonjëherë momentet më të vlefshme janë ato që ushqejnë shpirtin dhe të rikthejnë buzëqeshjen. Duke i dhënë hapësirë imagjinatës dhe emocioneve të tua, do të ndihesh më i qetë, më i frymëzuar dhe më i gatshëm për sfidat që të presin. Lejoje veten të shijojë jetën pa presion. Kjo e premte të kujton se lumturia nuk gjendet vetëm në arritjet, por edhe në çastet e thjeshta që të bëjnë të ndihesh vërtet i gjallë. Shigjetar, kjo e premte të fton të zgjedhësh qetësinë në vend të nxitimit. Pas një muaji plot lëvizje, aventura dhe angazhime, mbrëmja ideale për ty mund të jetë pikërisht ajo që e kalon në shtëpi, me rroba të rehatshme, filmin ose serialin tënd të preferuar dhe një atmosferë relaksuese. Edhe pse njihesh si shpirti aventurier i zodiakut, kjo nuk do të thotë se nuk do të vlerësosh qetësinë. Hëna në peshq të fton të ngadalësosh ritmin, të dëgjosh nevojat e trupit dhe mendjes dhe të kushtosh kohë kujdesit për veten. Mos u ndiej i detyruar të nisësh një aventurë të re apo të pranosh çdo ftesë që të vjen. Kjo është dita për të rekuperuar energjinë, për të reflektuar mbi muajin që po mbyllet dhe për të përgatitur me qetësi për mundësitë që sjell muaji i ardhshëm. Lejoje vetes luksin e pushimit pa u ndier në faj. Pikërisht në këto momente qetësie do të rigjesh frymëzimin, optimizmin dhe forcën që të karakterizon. Një mbrëmje e qetë mund të jetë dhurata më e bukur që mund t'i bësh vetes në këtë fund muaji. Britsjap, lejoj planet të ndryshojnë pak. Ti je një shenjë udhëhequr nga Saturni, planeti i strukturës, disiplinës dhe përgjegjësisë. Prandaj shpesh ndihesh më i sigurt kur ke një plan të qartë dhe një rutinë të organizuar. Megjithatë, energjia e lirshme dhe intuitive e peshqve mund të duket paksa sfiduese. Kjo e premte të fton të lësh pak më njan kontrollin dhe të jesh më i hapur ndaj ndryshimeve të papritura. Struktura është e rëndësishme dhe të ka ndihmuar të arrish shumë, por edhe fleksibiliteti ka vlerën e tij. Ndonjëherë mundësitë më të mira shfaqen pikërisht kur gjërat nuk shkojnë sipas planit tënd fillestar.
Mos u kap pas planeve të vjetra vetëm sepse janë të njohura për ty. Një rrugë e re mund të të çojë drejt diçkaje më të mirë nga ajo që kishe imagjinuar. Besoj procesit dhe lejoje veten të përshtatet me atë që sjell dita. Kjo e premte të kujton se forca jote nuk qëndron vetëm te organizimi dhe vendosmëria, por edhe te aftësia për të ndryshuar drejtim, kur jeta hap një derë të re. Ujor, pas hënës të plot në shenjën tënde, ke kaluar një periudhë shumë intensive dhe tani me të vërtet ke nevojë për një pushim. Fatmirësisht hëna në peshq vjen pikërisht në kohën e dur për të sjellë qetësi dhe rikuperim. Gjatë javës së fundit ke qenë në qendër të vëmendjes. Ishte një periudhë interesante plot zhvillime dhe mundësi për të shfaqur veten, por gjithashtu mund të ketë qenë edhe e lodhshme emocionalisht. Kjo e përmend të fton të tërhiqesh pak nga zhurma e jashtme e të përqendrohesh te vetja. Gjej pak kohë vetëm për të çlodhur, për të reflektuar dhe për të rikthyer ekuilibrin emocional. Mendo për mësimet që morë gjatë kohës kur hëna ishte në shenjën tënde, por mos u ngut të marrësh vendime apo të veprosh menjëherë. Disa përgjigje vijnë kur i jep vetes hapësirë dhe qetësi. Përdore këtë ditë për të përmbledhur energjinë, për të dëgjuar intuitën tënde dhe për të përgatitur për hapin tjetër. Ndonjëherë, tërheqja për pak kohë nuk është ndalim, është mënyra më e mirë për të rikthyer më i fortë. Peshqit, trete një korik peshq, besoje intuitës tënde, ajo të ka udhëhequr deri tani dhe këtë të premte do të jetë më e fuqishme se zakonisht. Me hënën në shenjën tënde, instiktet e tua janë më të mprehta dhe aftësia jote për të kuptuar situatat pa shumë shpjegime rritet ndjeshëm. Ti e do kohën vetëm për veten dhe kjo e premte është dita perfekte për ta shijuar atë. Pas një jave të ngarkuar emocionalisht, ke nevojë të ndalosh, të qetësohesh dhe të japësh vetes kujdesin që meriton. Mos u ndjen në faj nëse zgjedh të pushosh, të rish në qetësi apo të largohesh pak nga zhurma e përditshme. Këto momente vetmije të ndihmojnë të rilidhesh me veten dhe të kuptosh më mirë çfarë dëshiron. Para se të hysh në muajin e ri, mbush bateritë emocionale dhe fizike. Kujdesu për veten, dëgjoje zemrën dhe lejoje intuitën të tregojë rrugën. Kur je në ekuilibër me veten, çdo hap i ardhshëm bëhet më i qartë dhe më i sigurt. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 qenjat e zodiakut për 31 korik. Për këtë fund muaj dhe uroj që të kemi kaluar sa më mirë së bashku. Mos harroni të na lini komentet tuaja dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe. Miru dëgjofshim në muajin gusht.